Rikthehemi në pjesën e dytë të programit. Ju e dini që Partia Demokratike zhvilloi zgjedhje dje, zgjodhi drejtuesit e strukturave dhe zoti Berisha e vlerësoi këtë si ripërtëritjen më të thellë në historinë e Partisë Demokratike. Ndër emrat më të votuar si kryetare e Komisionit Apelimit është edhe zonja Adriana Kalaja, cilën unë e kam në studio këtë herë. Mirë se vini, kënaqësi t'ju kem këtu. Faleminderit për ftesën, kënaqësi për mua. Besoj e kënaqur me pozicionin që keni tashmë në Partinë Demokratike. E kënaqur, po më shumë më kënaq që në shumicë Këshilli Kombëtar ka vlerësuar punën time prej 4 vitesh dhe ka besuar që po të vijoj të jem në të njëjtin pozicion. Kjo do jetë mirë jo për emra personal, po për atë mision që ka marrë Partia Demokratike, qoftë për qenë një parti me një fibër të lartë politik, po qartazi në luftën që kemi shpallur korrupsionit në nivelet më të larta, duke filluar nga kryeministri Rama. Kështu që unë e vlerësoj çdo vot që është dhënë ndaj meje, sepse më figurojnë shumë pak individ të cilët i mirë kuptoj, të cilët nuk kanë votuar për kandidaturën time, por kjo është garë politike, edhe në politik ne duhet të pranojmë dhe kur humbasim. Kështu që realisht ndjehem mirë, sepse mbi të gjitha ndjehem e vlerësuar për propozimin që më bëri kryetari i partisë, por nga ana tjetër edhe për një vot të gjerë të Këshillit Kombëtar. Në fakt, ju edhe kur nuk keni patur një rol të saktuar në kuptimin e drejtimit të një strukture, le të themi brenda Partisë Demokratike, ju e keni vazhduar punën, s'pak ka qenë si shtëpia juaj e dytë, unë e di këtë, po do flasim pas pak. Dua të mbetemi pak tek vlerësimi që bëri zoti Berisha. Është vërtet ripërtëritja më e thellë në historinë e Partisë Demokratike kjo që ka ndodhur, po të kemi parasysh që disa emra të vjetër kanë mbetur sërish aty. Por historinë... Apo kontributi tyre është aq i rëndësishëm sa nuk kanë se të lëvizin? Jo, historinë e para ne nuk mund ta ndajmë me thik. Pra nuk mund të kemi që fillon një etapë dhe çfarë është bërë para kësaj etape ne mund t'i bëjmë delete. Pra, ripërtëritja në këndvështrimin tim, por në fakt po bëhet edhe faktike nga Partia Demokratike, unë e kam thënë gjithmonë, duhet të bëhet në mënyrë graduale. Pra, duke mbajtur kontributin, duke mbajtur historinë në vite, por duke ushqyer her pas here me figura të reja, por kur flas për figura të reja, duhet kemi parasysh që jo gjithmonë figurat të reja duhet jenë të shoqëruar me moshtre. Se ne kemi parë që ka pas politikanë në moshtre që kanë dështuar, por nga ana tjetër kemi pas edhe politikanë që kanë bërë vite karrierë, por nuk kanë bërë asgjë në politikën e tyre. Kështu që unë mendoj që një parti duhet rifreskuar me figura të reja, kjo edhe me moshë të re, po nga ana tjetër unë mendoj që duhet vlerësuar edhe kontributi i gjithë secilit në vite. Pastaj, në raport me pozicionimin, është zgjedhje personale, siç ishte zgjedhje personale, për shembull, qofte zotit Paloka, qofte zotit Byllykbashi, po qofte edhe e zotit Kaso, të cilët nuk kërkonin një mandat të ri. Kjo është në karakterin personal të gjithkujt, por mbase duke e gërshëtuar edhe me interesat që ka Partia Demokratike në një moment saktuar. Them që ka një ripërtëritje shumë të madhe, madje edhe më tej që unë e mendoja, sepse po të shikosh në kryesinë e Partisë Demokratike, në 20 të votuar, 12 janë të rinj dhe 12 janë të rinj dhe gra. Unë gjithmonë kam qenë kundra kuotave, e kemi diskutuar dhe një herë këtu bashkë. Unë jam e djathtë, edhe unë mendoj që Partia Demokratike duhet i largohet një herë mirë kuotave. Këtë propozime kam bërë edhe me shkrim, sepse isha pjesë e ndryshimeve statutore. Megjithatë, unë them që kemi kohë për të sistemuar këto, sepse unë nuk mendoj që Partia Demokratike bëhet konkurruese dhe fituese me kuota. Unë mendoj që Partia Demokratike, duke qenë se jemi dhe në sezon futbolli, bëhet fituese me lojtarë të mëdhenj. Pra, me njerëz që kontribojnë, me njerëz që votohen për shkak të meritokracisë dhe jo për shkak të qokave, të misive apo të shoqërive. Pra,
një grua që nuk e meriton, nuk ka pse të jetë pjesë e kryesisë apo e Këshillit Kombëtar, pse ne kemi parashikuar disa kuota, ndërkohë që mund t'i zë vendin një burri, një djali të ri i cili ka kontribute dhe ka nivel shumë të lartë politik. Po thash dhe njëherë, kjo ripërtëritje do t'i bëj mirë Partisë Demokratike, sepse ka ndryshuar rreth 70% të gjithë strukturave, dhe nga ana tjetër, kemi kohë që nëse kemi dëshirën për të arritur aty ku duhet të arrijë Partia Demokratike, i sistemojmë me kalimin e kohës. Dhe kur ju thoni se duhet kohë, kjo kohë ka filluar, pra Partia Demokratike po merret me veten dhe ripërtëritjen e saj dhe nuk po bën opozitën që ndoshta do duhet bënte se në parlament. Paralelisht. Parlament opozitës po bën, s'është në parlament, opozitën po e bën Partia Mundësia. Jo, unë nuk i shikoj. Këto të tre partit paktën që ndërsejnë edhe qytetarët në protest kundra Partisë Demokratike, përveç se unë i shikoj si leva të partisë në pushtet dhe për këtë mbaj përgjegjësi personale për këtë që them, këtë e kam me prova sepse megjithëse na hiqen se janë në mbrojtje të drejtësisë, madje Agron Sheha Jakshit mlodhi dhe ca firma, që në fakt nuk ishin firma, po ishte vjedhja dhënave personale, ashtu si vodhi dhe dhënat personale të antarëve të Partisë Demokratike. Dhe nëse me të vërtet këta kanë këtë besimin e madh ndaj SPAK-ut, do shkonin njëherë në SPAK. Se ne e kemi kritikuar SPAK-un, por ne kemi kritikuar prokuror të caktuar apo gjyqtar të caktuar të gjykatës posaçme. Por ju keni besim të SPAK-u, por ne kemi besim ke institucioni, sepse ato letrat mbeten aty dhe mos njëherë ato letra do hapen. Po unë nuk mund të kujtohem mbas 10 viteve kur t'jetë parashkruar vepra penale dhe kur në krye të SPAK-ut apo në prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm të shkoj ai prokurori që unë kam besim, që unë të çoj kallëzimin penal, se ligji thot duhet shuar në kohën dhe në momentin e duhur. Pra, ne me gjithë kritikat që kemi patur, për mënyrën se si ka funksionuar SPAK-u, jo për SPAK-un si institucion, sërisht ne i kemi drejtuar SPAK-u. Po patjetër, sepse kush do t'i zgjidhi çështjet penale? Edhe të duam ne si zgjidhim dot, se do ishte shumë mirë po t'i zgjidhja unë. Po t'i kisha unë në dorë një muaj e zgjidhja unë gjithë çështjen penale të kësaj qeverie të kriminalizuar dhe të korruptuar. Por kushtetuta na ka dhënë këtë institucion dhe ne do respektojmë institucionin dhe ne vazhdojmë. E dyta që mua më ka bërë shumë përshtypje në lidhje me këto partit, të cilat në fakt janë opozite opozitës, është fakti që nuk kanë pasur asnjë kontestim ato për zgjedhjet e 11 majit. Keq mirë, Partia Demokratike ka kontestuar, ka bërë dhe një libër, kemi çuar dhe është në parlament. Po jo, patjetër. Pra, nuk i një zgjedhjet, po shkon parlament. Jo, ne nuk mund të, sepse ne e provuam njerë duke iku nga parlamenti. Jo, po dakor, po prap nuk qëndron, nuk bën sens të mos njohësh zgjedhjet dhe të shkosh në parlament. Edhe mua mund të më kërcasi kjo, jam dakord në disa gjëra, por nga ana tjetër është shumë më lehtë që ne këtë problematik ta zgjidhim duke qenë brenda institucioneve, sepse duke qenë jashtë institucioneve, ne na ka dhënë një goditje shumë të madhe dhe unë mendoj që edhe sot e kësaj dite Partia Demokratike po vuan djegjen e mandateve, ku u ndryshua kushtetuta në disa ligje shumë ekstreme, duke filluar nga kodi zgjedhor që u hoqën koalicionet, dhe dyta, kur hoqëm dorë nga zgjedhjet vendore. Ne sot e kësaj dite vuani pasojat. Gjatë fushatës ne vuajmë pasojat, sepse të gjithë administratën lokale dhe qendrore e ka në menaxhim partia në pushtet, për cilën fakt dhe raporti para prak, po dhe ai përfundimtar i OSB Odirit, na ka dhënë të drejtë duke nxjerrë gjithë konkluzionet përkatëse dhe për cilën, siç e thash, tre partitë e vogla nuk kam parë. Mirë, atëherë ndoshta jeni nxituar me tokë fjalë që ne përdorur se jo, do të gjetur një tjetër që do të justifikonte gjithë këtë që u thatë, se të mos jesh zgjedhje dhe të shkosh në parlament janë dy gjëra. Edhe raportet e fundit, edhe rezolutat, 8 rezolutat e bëra për Partinë Demokratike, na kanë dhënë të drejtë sepse ne nuk mund të marrim armët që të rrëzojmë Edi Ramën. Pra ne edhe protestën, prandaj e kemi mbështetur pa kushte, sepse ne kemi fokusin kryesor rrëzimin e kësaj qeverie. Pastaj është shumë mirë që me një qeveri teknike, pra na konvergojnë
interesat me kërkesat Jo, e është protestës. politike ajo që kërkon protesta. Qeveri tranzitore apolitike. Jemi dakord. Për ne ka rëndësi që mbas një viti apo mbas 2 vitesh, kur sa do të plotësohet afati sipas kërkesave për qeverin tranzitore, ne kërkojmë që tjetë votuesi që në mënyrë të lirë të vendosi a do qeverisi Partia Demokratike apo kush do jetë forca kryesore në opozit, sepse kjo pastaj bëhet me vot. Nuk mund ta bëj dikush që thret aty që nuk e duam ne Sali Berishën. Jo, edhe unë nuk e dua Adriatik Lapajn, po unë nuk kam punë të kërkoj që të hiki nga partia një person. Zonja Kalaj, ajo është metafor. Ramamburg, Berishamburg është metafor Jo, për të treguar se këta të rinj këtu që janë 47 ditë sot që qëndrojnë, duan të jenë larg politikës së vjetër dhe Rama dhe Berisha për ata tregojnë politikën e vjetër. Jo, unë këtu të kundërshtoj, sepse asgjë nuk ka lidhje po ta krahasosh me protestën e teatrit, se televizioni juaj ka qenë në mbështetje në mënyrë sistematike. Ne jemi në mbështetje të çdo lloj proteste, se ne jemi zëri i qytetarit, kështu që nëse këta një pjesë e mirë e këtyre kanë votuar pro Edi Ramës, e tregojnë vetë në zgjedhjet e 11 maj. Po dhe janë të zgënjur. Shumica e kanë treguar këtë. Prandaj dhe ne kemi këtë emërus që na përbashkon me protestën. Ne kërkojmë rrëzimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike, pra politike. I bijem shumë dakord. Jo më kot dhe Partia Demokratike, të 5 kërkesat e sheshit i ka adresuar. Dhe kjo është në formën e një presioni që ka bojkotuar këto seanca, sepse thot, përsa kohë që Shqipëria zjen, përsa kohë që gjithë media ndërkombëtare flet për protestën, ne nuk mund ta anashkalojmë dhe të bëjmë sikur s'po ndodh asgjë dhe ne nuk mund të merremi me gjëra të tjera, po pa u marrë me disa gjëra thelbësore që lidhen me kërkesat e asaj proteste. Nuk mendoj kështu zoti Saliani, nuk e lidh bojkotin me këtë, por e lidh me një marrëveshje të fshehtë me shtidhe socialiste. Është personale dhe secili jo. Unë nuk mendoj që është marrëveshje, sepse edhe këtë teorinë që më duket një teori budallaqe dhe idiote, që janë bashk po ishin me Lulbashën, sepse ndryshe nga sa ndodhi me Sali Berishën, ku Burgos po përndiqet politikisht, është në mas sigurimi me gjithse dosja ka kohë që është mbyllur dhe është në gjykat, Lulbashës edhe çështja që do ta dënonte penalisht për paratë ruse, u mbyll me urdhër të Edi Ramës dhe u bërë marrëveshja. Ndërkohë që pazaret i bënte Lulbasha me Edi Ramën. Kodin zgjedhor kush e bëri? Kodin zgjedhor të 2020-s kur u hoqën koalicionet e bëri Lulbasha dhe sot ne vuajmë pasojat e marrëveshjes së 17 maj 2017 në këndvështrimin tim që bëri Lulbasha me Edi Ramën, ti bëj sigurie në opozit, unë bëj sigur të sulmoj, dhe ndërkohë u fry. Po ne kemi faktuar, thash, kemi faktuar çdo vjedhje dhe çdo abuzim, duke marrë vetëm faljen e gjobave, që u bë 2 ditë përpara zgjedhjeve, dhe s'kemi asnjë reagim nga një institucion që duhet jetë, edhe ky duhet jetë apolitik, siç është KQZ-ja, sepse ka ligjit të shkruar, thot 6 muaj para zgjedhjeve. Është sqaruar kjo, e kam thënë përgjigjen. Ishte marrë më herët vendimi përkoj, zbatimi i tij përkoj me këtë periudhë. Jo, është ky arsyetim është bërë për pensionet. Unë po flas për faljen e gjobave, që ishte dhe ky ishte një mashtrim, se u mashtruan njerëzit që do falen gjobat e akus, e IMT-s e tjerë. Në fakt nuk ndodhi. Nuk ndodhi, sepse të gjithë njerëzit që shkuan për të ju falë gjobat, u refuzuan. Sepse nxirreshin justifikime nga më të ndryshme, por kishin mbaruar zgjedhjet. Kishin bëri efekt ajo. Siç bëri efekt kjo e pensioneve, siç bëri efekt edhe shumë veprimtar, lejet që u dhan për kanabisin mjekësor, lejet të ndërtimit që ne e denoncuam dhe denoncuam. Unë kam çuar 40 firma ndërtimi në SPAK, por e nxori vetë Edi Rama, që mburret me Fajs Albania në 523 faqe. Se ishit sërish në SPAK ndërkohë? Përpara se të më ndodhnin disa probleme shëndetësore, që uroj të jenë kaluar? Faleminderit, edhe unë besoj shërim sa më të plotë. Faleminderit shumë. Dhe dje ka qenë dhe dita ime e parë e punës.
unë kisha referuar 2 kallëzime penale për Belinda Ballukun. Pra, kallëzimi penal I parë kishte lidhje me çështjen e bankers dhe kallëzimi tjetër kishte lidhje me një park fotovoltaik, për cilin në dijenin time edhe kjo është regjistruar, por thjesht po pres që të shkoj të jap shpjegimet e duhura. Kështu që prokurori I çështjes kishte gjykuar që përveç se më ka surprizuar për mirë dhe duhet I pranojmë ca gjëra, që regjistrimi I kallëzimit penal ishte bërë në kohë rekord, po edhe thirrja ime për të dhënë deklaratën përkatëse ishte bërë po në kohë rekord. Kështu që unë dje isha thirrur nga agjentët e SPAK-ut për të pyetur rreth këtij kallëzimi dhe më rezultonte që për çështjen e bankers po bëj një hetim I thelluar për gjithë problematikën dhe një nga problematikat është dhe ushtrimi I ndikimit palishëm, korrupsioni pasiv, përfitimi I interesave të palishme, pastrimi produktit veprës penale, por edhe organizat kriminale apo grupi strukturuar kriminal, që në këndvështrimin tim dhe në referim të dokumentave që kam paraqitur, I adresohen Belinda Ballukut në bashkëpunim me ministren e financës së kohës Anila Denaj, por edhe për shpërdorim detyre jo vetëm këto 2 ish ministre në vendet përkatëse, por edhe ministri aktual I financave, pasi pyetja që ne I kemi bërë SPAK-ut është shkresa e zotit Malaj, megjithëse është shumë korrekt në formulim, a është bërë në kohën e duhur për të vjel kjo shumë, sepse bëhet fjalë e nderuar për shumën 123 milion euro, pra jemi përpara një beketi numër 2, dhe me veprime të palishme arbitrare, korruptive dhe kriminale, Belinda Balluku dhe Anila Denaj një periudhë të gjatë kohë e kanë pezulluar, pastaj kanë tentuar që ky detyrim të falet, ndërkohë që asnjëra as tjetra, pra as Ministria e Linjës, që është Ministria e Infrastrukturës, as Ministria e Financave, nuk ka tagër të vendosi për gjobat tatimore, sepse ky është një tagër që ka vetëm drejtoria e përgjithshme. Ndërkohë, dokumentacioni... Gjykata e lartë nuk pranon rekursin e Ballukut, me që jemi duke diskutuar për të, kështu që mbetet në fuqi pezullimi nga detyra për zonjën Balluku. Me që jemi duke diskutuar. Po, edhe në fakt e përshëndes dhe këtë vendim gjykatës lartë dhe është shumë normale, sepse pavarësisht se unë kërkoja që masat e sigurimit personal tishin akoma më rënduse ndaj të pandehurës Belinda Balluku, se thash, janë arrestuar drejtues të opozitës, pa u mbyll dosja, pa u komunikuar akuza. Me 30 tetor 2025, ne kemi komunikim të akuzës, çfarë do thot në kodin e procedurës penale, është regjistruar emri I Belinda Ballukut dhe SPAK-u, prokurori Dritan Premçi, lidhje me këtë dosje, prandaj sqarova edhe dje që është dosje më vete nga bankersi, duhej që brenda prillit të 2026 të dorëzonte dosje në gjykat, ose me pushim, ose me kalim për gjykim. Ndryshe duhet bënte zgjatet e afatit. Ne nuk kemi informacion që ka zgjatet e afatit në lidhje me këtë çështje, saqë mua si qytetare, po edhe si kallëzuese apo pjesë e Partisë Demokratike, më ngret dyshime të arsyeshme që kjo dosje po amnistohet për të shkuar drejt shuarjes së saj, sepse këtë dyshime kam edhe nisur nga fakti që nga 12 marsi I 2026 nuk kemi parë asnjë veprim konkret për të rishkruar prap kërkesën për mas apo për heqje imuniteti dhe ashtu siç e deklaruan vetë që do ketë rikualifikim të veprave penale dhe nga ana tjetër do ketë një rëndesë të madhe në dhënien e dënimit me një risk deri në 35 vite burg. Pra, unë uroj që këto të jenë thjesht dyshimet të mia apo tonat dhe SPAK-u tjetë duke punuar në rrugën e duhur, por unë prap thash kam dyshime se ligji nuk ja lë në kompetencë SPAK-ut. Ligji thot brenda 6 muaj
çfarëdo vendimi që të marrësh, duhet mbyllur dosja. Në të kundërt, nëse ti ke arsye të qëndësishme për zgjatje afatesh, duhet marrësh me vendim që unë kërkoj, siç u bë për shembull në rastin e Ilir Metës, që u zgjat afati e hetimeve. Ju do ta ndiqni, besoj, se jemi në fund. Patjetër, sepse ky është dhe suksesi i asaj që unë kam arritur deri këtu, sepse unë kam qef që ti qëndroj deri në fund, dhe për humor e them këtë, unë çdo kërkesë që çoj në SPAK për marrje informacioni, unë e di shumë mirë që me të drejtë, sipas ligjit, SPAK-u nuk jep informacion për dosjet që i kanë në hetim, pasi do ruhet dhe sekreti aty marrë. Unë këtë e di. Por kërkesat e mia çdo javë në SPAK për çështje të caktuara janë për t'i thënë SPAK-ut që unë po ju vëzhgoj. Faleminderit që ishte me mua në studio dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Ky ishte programi për sot. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi sërish nesër në të njëjtën orë. Kalofshi bukur.